Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani një qep në ditë dhe nuk do e shihni derën e spitalit me sy. Të gjithë e dimë se sa thelbësore janë perime në dietën tonë, por qepa fshet disa përfitime unike që ndoshta nuk i keni kuptuar. Ky përbërës i thjeshtë dhe i përditshëm mund të bëjë mrekulli në shëndetin tuaj, duke ofruar përfitime të shumta duke filluar nga rritja e sistemit imunitar deri te forcimi i kockave tuaja. Por le t'i hedhim një sy detajeve dhe përfitimeve më të rëndësishme që qepa i jep trupit të njeriut sipas health.com. Ajo është e mbushur plot me lëndë ushqyese. Qepa është një thesar i vërtet i lëndëve ushqyese me kalori minimale. Edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për qepën mesatare, ato janë të mbushura me vitamina dhe minerale që mbështesin shëndetin tuaj. Veçanërisht është e pasur me vitaminën C, qepa ndihmon në forcimin e sistemit imun, në thithjen e hekurit, ndërsa vitamina B6 dhe folati janë thelbësore në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe në funksione nervore, dhe e gjithë kjo me pak kalori. Ajo e mban zemrën tuaj më të shëndetshme. Ngrënia e qepëve mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sëmundjeve në zemër. Arsyeja, vetitë e tyre të forta antioksiduese dhe antiinflamatore. Ato ulin nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve duke mbrojtur zemrën tuaj. Plus, ato ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe ndihmojnë që zemra të punojë më mirë dhe në më pak stres. Ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit në trup. Nëse keni diabet ose paradiabet, qepa mund t'jetë aleati juaj më i mirë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Disa përbërës të qepës, si quercetin, ndihmojnë në pankreasin dhe zorën të funksionojë më mirë, duke kontrolluar nivelin e sheqerit dhe duke mbështetur përthithjen e glukozës. Forcon kockat. Edhe pse zakonisht mendojmë për produktet e qumshtit për shëndetin e kockave, qepët janë po aq efektive. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe në forcimin e dëndësisë së kockave, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e kockave. Luftojnë bakteriet. Qepët dihen se kanë vetitë të forta antibakteriale. Komponentët që ato përmbajnë si quercetina janë veçanërisht efektive në neutralizimin e bakterieve të dëmshme që mund të çojnë në infeksione dhe inflamacione të trupit. Ato ndihmojnë me tretjen dhe me shëndetin e zorëve. Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë natyrale për të përmirësuar shëndetin tuaj tretës, qepa është përgjigja. Ajo është e mbushur me fibër dhe probiotik, të cilët janë thelbësor edhe për funksionin e shëndetshëm të zorëve dhe rritjen e bakterieve të mira. Me ndihmën e këtyre probiotikëve forcohet sistemi i tretjes, reduktohet inflamacioni dhe forcohet gjithashtu edhe sistemi juaj imunitar. Bashkë me shegët dhe çajin e malit, qepa cilësohet si ushqim i shëndetshëm për njeriun dhe renditet ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë dhe është e dobishme në trajtimin e shumë sëmundjeve kronike siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimet dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar, në funksionin e shëndetshëm të hormoneve e të tjera. Qepa është e mirë dhe arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Qepa është e mirë kundër diabetit. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë aleate organizmit në betejën kundër diabetit të tipi 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumohet së paku një në ditë. Fale qepës, zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit dhe peshën tuaj trupore. Qepa, armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepa e freskët përmban shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive mbrojtëse. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime me peshk ose me mish. Ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira për organizmin. Këshilla më e mirë është që ta hani qep të paktën një herë
qep në ditë për të marrë përfitimet e saj në dobi të organizmit dhe të parandaloni një sër komplikacionesh. Qepa është një element bazë i gatimit dhe sigurisht trupi juaj merr mjaftueshëm nga përfitimet e saj. Në këtë video do ju tregojmë se çfarë i ndodh trupit tuaj nëse hani më shumë qep se sa normalisht. Qepët përmirësojnë dëndësinë tuaj kockore. Sa do e çuditshme të duket, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepës mund të ketë efekte pozitive në dëndësinë tuaj kockore. Ngrënia e qepës çdo ditë për një muaj me radhë thuhet se rrit dëndësinë e kockave me 5% krahasuar me ato që nuk i konsumojnë qepët. Qepa ul nivelin e kolesterolit dhe e mban zemrën më të shëndetshme. Të larta në veti antiinflamatore qepët zvogëlojnë kolesterolin e keq dhe janë të pranishme në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën tuaj të shëndetshme. Qepa stimulon tretjen. Qepët janë plot me fibër që përshpejtojnë tretjen e duhur të trupit tuaj. Përveç kësaj ajo gjithashtu rrit prodhimin e bakterieve të mira në zorrën tuaj duke e bërë më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Qepët zvogëlojnë dëmtimin e qelizave dhe rrisin antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve që janë të mira për trupin tonë. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundjeve të caktuara, por gjithashtu parandalojnë dëmtimin e qelizave. Qepët përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteriet e këqija të pranishme në gojë dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobale gjithashtu mund të forcojnë dhëmbët tuaj. Ato gjithashtu përmbajnë quercetin, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj më të sigurt. Qepët ju ndihmojnë të flini më mirë natën. Kërkimet e bëra në Universitetin e Colorado sugjerojnë se konsumi i qepës mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat promovojnë shëndetin e mirë të zorëve dhe gjithashtu lehtësojnë stresin. Qepa lufton plaken dhe përmirëson lëkurën tuaj, të pasur me vitaminën A, C dhe E. Qepët ju ndihmojnë të arrini lëkurën e përsosur me shkëlqim që dëshironi. Gjithashtu zvogëlojnë edhe problemin e puçrave në lëkurën tuaj, duke u kthyer në një aleat vërtet të mirë të shëndetit të saj. Qepa është një nga përbërësit kryesor të kuzhinës edhe përdoret shumë për t'i dhënë shije ushqimit. Jo vetëm bën ushqimin e shijshëm, por përmirëson edhe shëndetin tuaj. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga vlerat kryesore të saj. Qepa është një burim i pasur me vitamina, minerale, antioksidantë dhe elementë të tjerë ushqyes të rëndësishëm si vitamina A, C, vitamina E, jashtëzakonisht të rëndësishme për të mbajtur larg sëmundjet e lëkurës. Këto vitamina ju mbrojnë nga efektet e dëmshme të rrezeve ultraviolet. Antioksidantët e qepa ndihmojnë në detoksifikimin e trupit duke larguar toksinat nga qarkullimi i gjakut. Kjo pastron lëkurën duke parandaluar kështu rrezikun e shfaqjes së ndonjë problemi të lëkurës. Konsumatorët tregojnë se komponentët që përmban qepa si quercetina dhe fitokimikatet e tjera të pasur me squfur ndihmojnë në luftimin e dëmeve të radikaleve të lira, duke vonuar kështu shenjat e plakjes. Qepa ka veti antibakteriale, antiinflamatore dhe ndihmon në uljen e inflamacioneve. Përmbajtja e vitaminave, veçanërisht vitaminës C të pranishme tek qepa, ndihmon në ushqimet të lëkurës duke i bërë ato të shëndetshme dhe me shkëlqim. Qepa dhe lëngu i saj mund të ndihmojnë gjithashtu në përfitime të shumta të trupit dhe përmirësimi i shëndetit tuaj do të jetë gjithashtu më i mirë. Qepa lehtëson nga pickimet e grerzave ose insekteve të tjera. Nëse një blet ose grerzë do ju pickon, vetit antiinflamatore të qepës do të parandalojnë reaksionet alergjike. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë në uljen e temperaturës. Kjo metodë në duke si shpikje nga gjyshetona është në fakt një trajtim i pranuar edhe nga mjekët. Përpara se të vishni çorape, vendosni 2 feta qep të prera në shputën e këmbës dhe i mbështirni ato me një fashë elastike. E mbani atë përgjatë gjumit dhe do të ulni temperaturën. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.